Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Skandal fiskal, Ermal Mamaçi nuk jep faturë për trajnimet që bën. Një video publikuar nga emisioni Piranjat ka hapur debate të forta mbi mënyrën e faturimit në aktivitetet e motivuesit Ermal Mamaçi. Pamjet tregojnë se gjatë eventit të tij të fundit në Pallatin e Kongreseve, një pjesë e pagesave të pjesëmarrësve janë marrë në dorë në zarfa pa u shoqëruar me fatura apo kupon tatimor. Sipas raportimit, pjesëmarrja në trajnime kushton mbi 100 euro për person, por në sportelin e aktivitetit shihen zarfa të mbushur me para të dorëzuar nga pjesëmarrësit. Vajza që qëndron pas sportelit e regjistruar në video, deklaron se pagesat kesh janë një praktikë e zakonshme në këto aktivitete dhe se shpesh nuk lëshohet asnjë faturë tatimore. Aktiviteti është zhvilluar në Pallatin e Kongreseve në zemër të Tiranës, një nga hapësirat më prestigjioze për evente zyrtare dhe kulturore. Pavarësisht kësaj, me sa duket, vendodhja nuk ka ndikuar që procesi i faturimit të kryhet sipas rregullave fiskale. Rasti vjen në një moment të ndjeshëm ku qeveria ka paralajmëruar kontrolle të ashpra dhe gjoba të rënda për bizneset që shmangin detyrimet tatimore. Shqetësimi i ngritur nga videoja është se një figurë publike që organizon evente me qindra pjesëmarrës dhe me çmime të larta nuk po i nënshtrohet të njëjtave standarde fiskale që po kërkohen me forcë nga bizneset e tjera.